Miq, do të flasim për protestën që po zhvillohet në Tiranë, vazhdojnë revolta në shesh përpara kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit, tashmë jo vetëm për projektin e Zvërnesit, por edhe për probleme të tjera, duke kthyer në një fushatë me rrjedhë politike, po mbetet për të parë nëse do kapitalizohet në vijim në një formë apo në një tjetër, ose siç janë shprehur disa prej organizatorëve, mund të themi edhe ndoshta në një forcë politike. Për të gjitha këto çështje ne do të trajtojmë bisedën e rradhës pra në këtë episod, do të flasim me kolonelin Hajro Limaj, të nderuarin të cilin e kam të ftuar. Zoti Limaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Limaj, për ta nisur të shpreh gjitha falënderimet dhe mirënjohjen edhe në emër të komentuesve pas bisedës së fundit, të cilët kanë qenë të shumë që ju shprehen përgëzimet për fjalët tuaja, për inkurajimin dhe për mbështetjen. Zoti Limaj, ju keni votuar edhe librin tuaj të fundit, por keni edhe zhvillime të tjera për sa i përket edhe dëgimit të çështjes, duke i kërkuar pra edhe drejtësinë që të përfshihet në rastin e Zvërnesit për menaxhimin e pasurive publike. Po. Qëllimi i krizës politike që ka krijuar Rama në Shqipëri vërtetoi përfundimisht që kemi të bëjmë me një strategji të tradhtisë kombëtare dhe jo të gabimeve rastësore të Edi Ramës. Qëllimi i përplasjeve nga bija dhe bijtë e Shqipërisë jashtë partive të PS-së dhe PD-s, strukturat e të cilat janë kthyer organizatat e krimit politik dhe ekonomik, të cilat për 35 vjet e fundosën Shqipërinë, po shoqërohen në mënyrë masive nga popullsia shqiptare në Amerikë, Gjermani, Itali, Zvicër dhe Australi. Të shoqëruara me shumë botime në shtypin e huaj, ku trajtojnë me këtë dramë shqiptare ca tradhtie Rama, Berisha Rama. Këtu nuk është problemi individësh, po këta e dy individ krijuan këtë sistem antidemokratik, antiligjor, anti-shqiptar, antikombëtar, që Shqipëria është në pikën më kritike të ekzistencës së saj, se nëse Berisha në 97 bëri dramën e luftës civile, Edi Rama bëri dramën e shkeljes të sovranitetit kombëtar, duke dhënë hapësirat e ishujve, Bregdetit dhe gjithë porteve të Shqipërisë, mafjas shqiptare dhe mafjas botërore. Po të shikoni me vëmendje materialet që botohen ditët e fundit, tregojnë marrëveshjet offshore që janë emra falso fillestar dhe mbrapa fshihet mafja e të gjithë botës në krye. Dhe sot zonja Ivanka nga Amerika nuk më duhet i fare Ivanka në trapi, më duhet a dheu mua, a dheu, qëtë për Sazani si pronë e saj. Edira, spaku t'i kemë kërkuar urgjentisht të marrëveshje që ka bërë. Në qoftë se spaku ka marrëveshje shitje, Edi Rama do të arrestohet urgjentisht, sepse Ilir Meta dhe kryetari i Bashkisë Tiranës kanë bërë shumë, por në qoftë se ky ka shitur sovranitetin kombëtar, është për ta varë në mes Tiranës për tradhtarin më të madh të kombit. Urgjentisht spaku duhet të marrë marrëveshje dhe kontratat e fshehta që ka, dhe të vërtetoj Sazanin, të vërtetoj Zvërnesin, të vërtetoj Melonin në Sarandë, Pashalimanin, që hoqi 78 kilometra katrore Pashalimani luftarak, porti to strategjinë ka dhënë mafjas shqiptare italiane. Pra, të dashur vëllezër dhe bijtë të Shqipërisë, luftuam dhe punuam për të mbrojtur atë tonë të shenjtë. Atë dheu babait. Një njeri që nuk do dheu babait, nuk është njeri, nuk është shqiptar, por fatmirësisht ka një reagim të jashtëzakonshëm brenda Shqipërisë dhe jo pak në Itali, në Greqi, në Amerikë, kudo
sepse u bind përfundimisht bota shqiptare dhe Shqipëria këtu, që kemi të bëjmë me tradhti drejt për drejtë strategjia e shkatërimit të ekzistencial të Shqipërisë. Beogradi, Izraeli dhe Sorosi komandojnë Shqipërinë dhe duhet ta soptojnë këtë vend kaq të vogël që 2/3 e saj ka jashtë hapësirës dhe duhet të marrën akoma më shumë dhe kjo ka ngelur. Kolonel, por ne nuk kemi një kontratë sipas qeverisë, edhe një projekt për Zvërnecin, është thjesht një ide që nuk është hedhur akoma në letër. Është një marrëveshje e firmosur i dashur gazetar, ku Edi Rama pinte verat me $38.000 me i bankën, mu bëvon shumë i bankën mua, unë dua bide Shqipërisë, ndërsa Edi Rama doj bankën të muloj të dramë që i bëri Shqipërisë, po ne nuk pysim as për Trump, as për i bankë, ne pysim në atë pa dhe unë tonë, për vëndit tonë, për bij dhe bija tona, nëse Edi Rama e shiti Shqipërinë, shiti popull shqiptar, dhe do të më shihet me emrin e Trumpit dhe i bankës, edhe Netanyahu, kriminalit të botës. Më thuaj me cilë rrëdhi, them cili je, shikoni kë ka shok Edi Rama dhe me kërri, ja fundu ko që Shqipërinë. Pra, ai ka marrëveshje, nuk është bë projekti, po marrëveshja është bërë. S'pak urgjentisht i takon me ligj të kërkoj gjithë dokumentacionin dhe mafja që fshihet ato marrëveshje. Dhe Ramës i bëri hekurat, jo hekurat, po drimi me të rënda atje për i qitë edhe me në tokë, as dhe u shijonë që atia. Shqipëria është pronë e shqiptarëve, nuk është pronë e Edi Ramës, që ashet matrore. Ne arkoshim si student në ato kora në historinë e Shqipërisë me zogun. Ku jeva me zogë? Që i bërë Edi Rama Shqipërisë? Edi Rama përzuri nga Shqipëria, populli shqiptarë. 2.1 milion banorë. Prandaj ato vajzat të bukura nga Gjermania shkruajnë. Na përzuri nga Shqipëria. Po ne do rikthehemi në Shqipërisë e Shqipëria jonë. Shikoni që shkruajnë djemë dhe vajzat e Shqipërisë e shtetit. Me qarë urrejtje shkruajnë për të. Dhe i rria kohë kryeministër. Po ti ishe i ndershëm dhe i pasër, i cili mund të kështë bërë gabimin rasore, jep të dorëheqjen me njëherë, si jep të fatostarme me shok, pa e nuk jep dorëheqjen që është i zhytur dhe në gryp, dhe ka frikë se ku të përfundoj. Mua dhe të më vrasi, pak rëndësi ka, sa i ka vrarë shumë njerëz psikologikisht dhe shpirtërisht, po ndoshta edhe fizikisht. Shqipëria është udhkryq. Popull vazhdoni luftën tuaj për të çliruar Shqipërinë nga tradhtarët e brendshëm. Shiko çfarë bëri. E mbrojti Berisha për Zvërnecin dhe mas 3 ditësh në krye të komisionit dhe të Këshillit të dhënies lejeve i dha super pallatin e madh familjes Berisha. A kupton çfarë bëhet? A kuptoni ku ka përfunduar Shqipëria? Ku ndryshon kjo protestë nga të tjerat? Pse keni besim që kjo do ketë një fund të pozitiv, kjo që është nisur? Se kemi parë shumë protesta këto vite. Protestat e tjera kanë qenë protesta për interese partijake. Partit janë pjesëza së shteti. Dhe fatkeqësisht kur bëhet nga partia në opozitë, është pjesë e opozitës. Të dy bëhet sigurisht ditën dhe natën ndaj paratë, ndryshojnë kushtetutën, ndryshojnë ligjet për testet e tyre. Unë kryeministër të kryetar opozite. Çfarë reagimi ka këtë dramë të madh që ka Shqipëria, kryetar opozitës, e pat vetë juve, te çka fare. Pra, ndryshimi është një protestë rinore, jashtë influencave partijake, me interesa të mëdha kombëtare dhe kërkon çlirimin e Shqipërisë 35 vjeçare që shkatërroi Berisha me Ramën dhe Rama me Berishën. Ky është ndryshimi. Kolonel, lutem, kryeministri tha për CNN-i që po sulmohemi nga forcat të jashtme. Po, kjo është teoria e luftës së tokë, por me të drejtë e Hoxha atë ditë shumë ai mbi të jashtëm. Ndërsa sot Rama do të shpëtojë kokën e tij ku u zhytur. Unë ndjek vendin e jashtme se jam asaj fushë diplomacisë dhe zbulim ushtrak hap pas hapi. Komunikoj me njerëz me nivele shumë të larta dhe Greqi dje. Të janë dokrat e Edi Ramës për të mshehur poshtërsitë e tij që shkatërrojnë Shqipërinë. Nuk na ka faj as i shtet, as i jashtë armik. Na ka fat vetë Edi Rama që ka hyrë të dhumë
dhe futi Shqipëri që sokak. Kolonel, lutem, po Shqipëria nuk duhet të zhvillohet në gjykimin tuaj pra të ketë investime brendet huaja që të vinë këtu? Shqipëria detyrimisht do që zhvilluar shumë, po të zhvilluar tamam strategjia e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit. Por e filloi Berisha dhe i vuri Rama. 2 ligjet anti-njerëzore, anti-shqiptare, anti-kombëtare. Të vizitorë strategjik dhe të paketës së madhe që ka bërë Edi Rama. Ku investitor strategjik sakton me emra këj do qefja tia, dhe u jep pasurit më të mëdha kombëtare, dhe këta që u jep pasurit kombëtare lidhen me mafjan botërore dhe jo me popullu shqiptar, dhe me botën e jashtme nuk bën marrëveshje zhvillimi dhe investimi duke ruajtur sovranitetin kombëtar, pra toka shqiptare nuk shitet, po mbi tokën shqiptare tjetër me qira dhe me investim, po e shet dhe ka fus Shqipërinë në dram. Ishulli i Sazanit është ishull strategjik i mbrojtjes Shqipërisë. Pasharimani është porta strategjike që, siç e shikoni, bota po shkon drejt i lufte. Dhe shikoni çfarë ndodh me NATO-n në Europë, dhe shikoni çfarë do na zinte në vend që Edi Rama të marrë masa për ngritjen e sigurisë e bërës kombëtare, i zhveshë dhe objekte të strategjike, tokësore dhe ishullore të mbrojtjes. Mirë që ushtrinë e ka lënë pasi tank dhe pasi avion dhe pasi helikopter, po i heq dhe bazat ushtarake dhe ishulle e mbrojtjes kombëtare. Çdo njeri i thjeshtë, vetëm do jetë shikoj kuptor shumë i çfarë tradhtie e thellë kombëtare është. Ne duam investime serioze, investime të zhvillohet vendi, jo me krim ekonomik dhe me mafje botërore, po duam të vinë investitorë serioz të huaj, të jepen objektet ku bën investime duke të ruajtur tokën e pavarësinë tonë, sovranitetin, dhe siç bën Greqia dhe shtetet e tjera zhvillohen, por ruajnë sovranitetin e tyre kombëtar. A i bën Greqia këto me ishujt e saj? Unë kam qenë me vjetra herë luftë e ftohtë me mbrapa Greqi. Po Turqia jep, po Italia jep, Edi Rama me do se jemi në nivelin tia, kur ne kemi mbaruar shkollë dhe akademira, dhe i dim zhvillimin ndërkombëtar më të shkëlqyer. Këto janë drama shqiptare që spaku do të vërhekurat, si tradhtar të kombit. Prandaj rinia vërtet tradhtar, largohu. Unë kur botova shkrimin e sotëm, hapja fjalorin në shqip, në anglisht, në turqisht dhe italisht, dhe pash për kufizimin kush quhet tradhtar. Shikoj me vëmendje. Masi bëra për kufizimin kush quhet tradhtar, dhash faktet në poshtme. Nuk them unë, thon faktet, zhvillimet, ngjarjet, rezultatet, dhe Edi Rama të largohet se po e çon Shqipërinë në luftë civile të 97-s. Largohu Edi Rama se sa kemi borxh. Bollë ke sjell të Shqipërinë. Përzure nga Shqipëria 2,1 milion banor. 1 milion flasin për bukë. Populli shqiptar është të kryq. Largohu. Kolonel, keni qenë në protestë? Siç e dini, to që po bën sot u kam shtruar, kam botuar me kora. Se vetë arsimimi, kultura dhe tyra që më ka dhënë ky popull i nderuar shqiptar janë borxhli, dhe këtë moshë nuk të heq dorë nga siguria dhe ndërkombëtare. Unë natyrisht tek juve edhe 2-3 revizorët tjerë kam shprehur këto i them sot, më butësisht koha i vërtetoi tani kam pat shumë të drejtë. Por unë natyrisht që u alo të rinjve, brezit të ri, ju pyeta kolonel të shpëtoj Shqipërinë. Ju pyeta se keni qenë në një protestë më përpara vitin e kaluar. Prandaj mora shkak. Ajo nuk ishte protestë, nuk isha pjesë e proteste. Unë vajta dhe shfryzova një protestë dhe fola si drejtori i Institutit Politikave Kombëtare dhe u largova. Unë nuk bëhem pjesë e protestave në partjake në asnjë mënyrë dhe akoma me kujdes vinë konsultimet tek unë. Unë nuk bëhem pjesë fizike e kësaj proteste madhështore kombëtare për çlimin e Shqipërisë. To që ne po diskutojmë. Po erdhi nevoja edhe jetën para kryeministrisë, nëse Rama do përdori tanket
dhe kalashikohet punënesh. Këto që ne po diskutojmë sot, i nderuar kolonel, ju i keni thënë më shumë se gati një vit më përpara kur ne kemi zhvilluar bisedën e parë, kështu që jeni koherent me këtë, prandaj sikur e thash edhe në hyrje, edhe komentet dhe mesazhet kanë qenë të shumta për qendrimin tuaj dhe pozitive, dhe unë të falenderoj shumë për bisedën. Tani, po biseda sot ka të bëjë me përfundimin e këtyre zhvillimeve. Largohu Edi Rama. Unë e di që ti nuk largohesh dot se s'lë Serbia, nuk lë Izraeli dhe Sorosi, po do të rrëzoj Shqipëria. Largohu sa më shpejt, mos shoh Shqipërinë në luftë civile. Nuk ta kemi borxh. Nuk je pronari jon. Je një kryeminist rastësor dhe i dim shumë mirë se si ke marrë 800.000 vota, se përzure populli shqiptar nga Shqipëria. Ti je komplet i braktisur, se qyteti im ku kam lidhë në Vlorë, vetëm 8% të votave të dha kryetarët e bashkisë ke sot, dhe dërgove emisare në Greqi për të shmangur revoltën e Zvërnesit. Me ato oprime që bën ti me skenarët e tua, ka vdekur se ne dim shumë tepër se ti, se ti je një pa shkollë, je një piktor dështuar, nuk je diplomat, nuk je ekonomist, nuk je shkencëtar, nuk je ushtarak, je pa nivel, prandaj të menaxhoj të tjerët. Kolonel, të falenderoj shumë për bisedën dhe po besojmë te kjo që ju thoni që këtu nuk kanë dorë agjenturat e huaja si në 97-ën për nuk ka dorë. Ju lutemi shumë, të dashur populli im i dashur. Edi Ramën mos e besoni pra si gjë më tani. Po të kishe një gjë të tillë, unë ngrita Turqi në këmbë takimin me Çilerin në 1997 kur trupat greke nga divizioni 8 i Aninës, 900 trupa me uniformë ushtarake hyrën në Shqipëri dhe takimin me të në një natë sa e bërë deklarat e krahuntim. Kush sulmon Shqipërinë, ka sulmuar Turqinë. Po të ishte nevoja, do ngrihesha unë do sulmoja jo Greqinë. Ashtu si sulmoi Ivan tani që do ta marrë Sazalineve. Nuk më duhet mua asnjë shtet dhe asnjë njeri përpara atë tim të dashur, atë dheu babait. Të falenderoj shumë, kolonel, për gjitha mendimet që shpreh me publikun ton. Falenderoj juve.